u zgjua në fakt plot gëzim pas këtij sherri të dokumentuar edhe në botën virtuale që ka marrë mjaft komente, u zgjuan me gëzim në fakt kur lexuan një postim në platformën X, një letër nga përtej oqeanit, se literi i tyre mund të udhtojë drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. A ju hoq doktorit non grata? Kjo ishte dilema e gjithëve në botën virtuale me komente e qytetarëve shqiptar, mbështetësve demokrat, politikanëve të Partisë Demokratike, të cilët në mendje dhe në zemrat e tyre në fakt menjëherë sa lexojnë një postim e bëjnë atë aktualisht dhe faktual. Ky postim shkoi pikërisht edhe në sytë dhe në veshët e kryesocialistit Rama, i cili postoi këtë video ironizuese në sigsagën e bufit të kënetës, duke ironizuar dhe gafat e shumta të Berishës për gjatë fushatës elektorale, por ndër të tjera në postimin e tij shpreu pikërisht këtë. Thash se ja hoqën vërtet damkën të shpëtonte Shqipëria nga një turpi pa shembull, por është një tjetër tallje e bufit me lukuninë e kënetës, ku besimi është i palëkundur, po tha bufi edhe gomari fluturon. Por çfarë është ky postim që e bën oqeanin Kos, sipas kryeministrit dhe kapelet trampiste të Berishës i kthen pikërisht në tenxhere, miliona tenxhere të florinta me mbishkrimin Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është një postim nga një gazetar amerikan, Mark Caputo, i cili zgjodhi që në rrjetin social X të hidhte pretendime se e ka pyetur Departamentin Amerikan të Shtetit në lidhje me statusin e vizës së doktor Berishës dhe lejen e tij në një udhëtim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku sipas Caputos në këtë postim ai ka marrë një përgjigje nga DASH, nga Departamenti Amerikan i Shtetit, të cilët kanë thënë se në mënyrë rutinore ne japim leje për të mundësuar udhëtimin e personave të sankcionuar drejt Shteteve të Bashkuara në bazë të detyrimeve ndërkombëtare dhe interesave kombëtare të Amerikës. Si e tillë, nuk do të lejmë interesat e politikave të jashtme ose marrëdhëniet me Shqipërinë të mbeten peng e vendimeve gjatë epokës së politizuar të Joe Biden. Por Mark Caputo nuk bashkangjit një email, një dokumentacion që të vërtetoi pikërisht edhe këtë përgjigje të Departamentit Amerikan të Shtetit, duke bërë atë, le të themi, një letër nga një dashamirës përtej edhe oqeanit. Por kjo bisedë vijon të zhvillohet në rrjetet sociale në një kohë në fakt kur ne jetojmë në mes të digitalizimit, të zhvillimit, të inovacionit, të kohëve moderne të teknologjisë, ku informacioni është aq i aksesueshëm, po jo thjesht i aksesueshëm, pasi edhe le të themi puna kërkimore ka vështirësinë e saj, por tashmë inteligjenca artificiale e bën këtë për ne. Është pikërisht ChatGPT që një pyetje ti bësh të kthen menjëherë përgjigje në bazë edhe të dokumentacioneve, faqeve zyrtare, patjetër edhe të Departamentit Amerikan të Shtetit. Prandaj pyetëm ChatGPT-n pikërisht dy pyetje kryesore, të cilat lidhen me faktin se doktor Berisha mund të udhtojë drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës pavarësisht se ai është non grata, edhe në bazë pikërisht edhe të arsyeve të sankcionimit të tij, që është korrupsioni dhe minimi i demokracisë dhe institucioneve të demokracisë në vend. ChatGPT na kthen një përgjigje. Na thotë në fakt se nëse një person është i sankcionuar dhe i shpallur non grata, nuk mund të udhtojë drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës vetëm nëse ka një vendim zyrtar i cili është i nënshkruar dhe e heq pikërisht dhe këtë sankcionim kundrejt personit në fjalë, apo një leje në kuadër të kushteve, le të cilësojmë ato të jashtëzakonshme, si për shembull samitet ndryshme apo mbledhje të organizatave si ajo e Kombeve të Bashkuar. Këto janë edhe informacionet në fakt që çdo kush i cili disponon një telefon inteligjent apo një kompjuter PC dhe jo vetëm mund të logohet në ChatGPT, madje as mos të logohet, por mund ta përdorë jetë falas dhe të bëj pyetjet e disponueshme dhe do të marrë të njëjtën përgjigje që shihni dhe në ekranin e ABC News në këto momente. Nëse ky person është i rëndësishëm për marrëveshje dhe negociata paqeje mes shteteve, apo nëse përfaqëson shtetin në organizata ndërkombëtare si ajo e Kombeve të Bashkuara, dhe njëjta gjë vlen dhe për Sali Berishën, i cili u shpall non grata në vitin 2021 nga Departamenti Amerikan i Shtetit për korrupsion dhe minim të demokracisë në vend. Është 2025, një deklaratë apo një vendim të tillë qoftë në faqen zyrtare apo me shkresë nuk ka në lidhje me heqjen e këtij sanksionimi kundrejt dhe Sali Berishës, dhe rastet ngjashme në fakt të supozuara nëse do të ndodhi Sali Berishës ka precedent të mëparshëm të personave të sankcionuar të cilët kanë pasur mundësinë të udhtojnë drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Një ndër rastet më të ngjashme është ai i Nicolas Maduro, është presidenti i Venezuelës, i cili është sankcionuar për të njëjtat arsye, korrupsion dhe minim të demokracisë. Disa ministra të tij kanë udhëtuar për çështje si ajo e energjisë pas pushtimit rus të Ukrainës, por Nicolas Maduro jo. Nga ana tjetër kemi rastin e ish-presidentit të Sudanit, Omar al-Bashir, i cili ishte i kërkuar nga gjykata ndërkombëtare për krime ndaj njerëzimit, i sankcionuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për personin specifik dhe kërkoi të merrte pjesë në mbledhjen e Kombeve të Bashkuara në vitin 2013, por nuk u lejua. Nga ana tjetër kemi Kasim
Araxhi, ish ministër i brendshëm i Irakut, i lidhur me milicit pro-Iranit, u lejuar të udhëtonte në SBA për të siguruar paqen, për të realizuar bisedime të sigurisë për koalicionin kundër ISIS në atë kohë. Ka zyrtar të shumë të sankcionuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët kanë fluturuar drejt SBA-ve, drejt Amerikës në kuadër edhe të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, si për shembull zyrtar rus në vitet e fundit, pasi Rusia u sankcionua nga Amerika në kuadër edhe të agresionit të saj ndaj Ukrainës. Por çfarë do të thotë e gjithë kjo? Njësoj, si në 2021, një vendim i Departamentit Amerikan të Shtetit me nënshkrim të sekretarit të Shtetit Marco Rubio duhet të shpallet nëpërmjet një letër të firmosur, nëpërmjet një vendimi të shpalosur në faqen zyrtare të Departamentit Amerikan të Shtetit për të hequr kështu dhe sanksionimin kundrejt Sali Berishës i shpallur në ngrata në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ose, nëse doktor Berisha ribëhet president i vendit, apo rifiton postin e kryeministrit, ose vendoset si ministër i jashtëm i vendit dhe përpasoj të ketë të drejtën të përfaqësoj Shqipërinë në këtë organizatë të Kombeve të Bashkuara, ose në rastin tjetër nëse do të jetë shumë i rëndësishëm për të krijuar le të themi marrëveshje paqe dhe stabiliteti në rajone ndryshme të botës, diçka që nuk ka gjas të ndodhë. Dhe për ta përmbyllur të gjithë kjo, në fakt doktor Berishës në ngratën ja heq vetëm populli me votën e tij.